Hani 5 arra në ditë dhe shikoni se çfarë do të ndodh me ju. Një studim i sapo bërë ka dëshmuar se konsumimi i dur i arrave në ditë parandalon sëmundjet e zemrës. Konsumimi i rregullt i arrave siguron një mbrojtje të vazhdueshme. Studimi gjithashtu demonstron përmirësim të atashëm të kolesterolit dhe fleksibilitet të enëve të gjakut, i cili është thelbësor edhe për lëvizjen e gjakut. Nga ana tjetër, në vetëm 4 orë pas konsumimit të arrave ose vaj të arrave, ju do të keni përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin. Të gjithë ne duhet që të përfshim arra në ushqimin ton të përshtatshëm, sepse konsumimi i rregullt i tij parandalon shumë sëmundje kardiovaskulare për shkak të ndikimit të serumit kundër faktorëve të rrezikshëm të sëmundjeve të zemrës. Prandaj herën tjetër konsumoni arra të paktën 5 në ditë.